diskriminimin që kanë bërë, me sakrificat që kanë bërë, dhe që sot e kësaj dite është fal diasporës shqiptare që 800.000 pensionistë mbijetojnë në Shqipëri, sepse me ato pensione që marrin, po të mos ishte për emitancat që dërgojnë shqiptarë në Shqipëri, nuk do mbijetonin dot. Jo, kjo s'është e vërtetë. Jo, sigurisht që është e vërtetë. Ka pensionistë që nuk marrin asnjë lek nga jashtë. Janë 100.000 pensionistë, po dojnë ta marrin kështu, ndërkohë që pjesa dërmuese pensioniste marrin pensione ka 200.000 lekë, domethënë. Pjesa dërmuese. Dhe me 200.000 lekë tjetra nuk mund të jetohet në Shqipëri. Prandaj, po të mos ishte për ato 200 euroshin shtesë që dërgon, si thua, i biri ose e bija nga jashtë, nuk mbijetohet sot në Shqipëri. Kështu që do të them që pjesa e diasporës shqiptare është ende për të fituar të drejtat bazike. Dhe kemi pjesë shumë të madhe, dhe për ta mbyllur, kemi pjesë shumë të madhe të shqiptarëve të cilët janë shkolluar në Shqipëri me dhjeta dhe nuk kanë mundur të çajnë në këtë kontekst shqiptar. Dhe rrjedhimisht kanë shkuar jashtë shtetit dhe janë afirmuar jashtë shtetit. Ke raste njerëz që janë plot mjekësh, dhjetra mjekësh xhanëm që janë afirmuar jashtë shtetit. Ke rastin e një zonje që mbaroi në Shqipëri dhe sot është drejtore shkolle për shembull në Finland, që është pjesë e lëvizjes bashkë. Ke plot ekspert edhe të futbollit, si thua, që e kanë bërë karrierën e tyre jashtë shtetit sepse e kanë kuptuar që në Shqipëri nuk mund të japin, nuk mund të çajnë për shkak të nepotizmit dhe për shkak të politikës shqiptare. Dhe nuk është thjesht çështje numrash, se sa është komuniteti shqiptar në Greqi apo se sa është komuniteti grek. Po numrat janë gjithçka. Nuk është çështje numrash. Po mirë, ja të mund. Po je numër i madh, imponohesh të tjetri. Po je i vogël përfill tjetri. Jam pjesë, po do ta dish, jam pjesë e komunitetit grek në Shqipëri. Mamaja ime është pjesë e komunitetit grek. Dhe nuk është çështje se sa jemi. Çështja është se sa influencë ka shteti grek në Shqipëri dhe se sa pak influencë ka shteti shqiptar në Greqi. Grita dhe unë pra. Pikërisht pra, sepse shteti shqiptar. Se kemi ne kaq pak influencë me një numër më të madh shqiptarësh atje. Shqiptar ka zgjedhur ti braktis emigrantët shqiptar në Greqi. Nuk u ka dhënë akoma as të drejtën e abetares, jo më të njoh pensionet, jo më të njoh kontributet masive që kanë dhënë në 35 vjet në shoqëritë përkatëse. Ore dakord, po janë një komunitet që mund të imponohesh çdo qeveri greke atje, nëse votojnë siç duhet. Ka që thjesht detyrat e veta shteti shqiptar. Problemi është unë më shumë e shoh te bashkimi. Ne kemi problemin e madh atë që ka thënë emigrant të organizohet ndërbeut. Është çështja e bashkimit. Po, kishte diçka Auron? Po ja thoya vetëm një fjali në kuadër të asaj që tha Redi. Për faktin që ka sa të duash të rinj dhe të reja që kanë ikur për të bërë karrierë jashtë, por ka kolegët tanë që janë shkolluar atje, nuk kanë mundur dot për hir të burokracive të çajnë përpara dhe kanë ardhur të bëjnë karrierë në Shqipëri. Ne kuptoj. Janë kolegë Partinë Socialiste. Jo Partinë Socialiste. Po jep një shembull. Janë kthyer. Atëherë, një sekondë edhe unë jashtë jam shkolluar dhe jam kthyer, nuk është çështja këtu. Në diasporë për shembull. Ta themi këtë. Dhe je deputet. Mirë, do t'ju kërkoj vetëm jam deputet, jo fal. 2 minuta reklam dhe më pas rikthehemi me njëherë me Spahiun dhe me zotin Tare.